Boll hëngër gjatë thata, çoni prej venit dhe përgatisni një gjell vetë në shtëpi. Shiko se si të gjithë ju edhe unë kam shumë qejf porosis ushqim jashtë, mos gatuaj, mos lodhem fare, por që një herë dy mund porosis jashtë, nuk mund të ri gjithë muajin porosis vetëm ushqime jashtë. Pastaj si thot gjyshja ime, edhe trupi ka nevojë për pak lëngje, paktën një vakt në ditë të jetë gjell ose supë. Te kjo video nuk do gjeni vetëm një, por 2 receta të ndryshme, kështu që shikojeni videon se keni 2 receta. Me qëra fjala shumë për jush që i shikoni këto video dhe mia, i bëni like, i komentoni, por nuk më keni akoma follow. Pse nuk e shtypni butonin follow, ju lutem. Receta e parë është një supë e bardhë me mish pule, kos dhe makarona. Unë i kam shtuar edhe pak karrota të grira në rende dhe më besoni që është një supë shumë e lehtë, bëhet shumë shpejt dhe është shumë e shijshme dhe e shëndetshme. E shoqëron dhe me një bukë të thekur dhe është fiksa ajo supa që të ngop barkun dhe të ngroh shpirtin. Ndërsa për recetën e dytë do përgatisim burani. Ande nga jam rritur unë, buranis ne i themi asaj gjellës me oriz dhe spinaq edhe me qep. Këtë mund ta gatuani edhe në tavë duke hedhur edhe vezë sipër dhe del shumë e mirë. Po juve çfarë gatuat për drek ose për darkë? Më shkruani në komente se do t'i lexoj të gjitha komentet. Pasi ta kemi larë mirë orizin, e shtojmë te spinaqi, i fusim një të përzierë tjetër, pak krip, pak piper, pak hudhër pluhur dhe e kemi gati hedhim pak ujë dhe lëmë që të ziejë. Kjo për shembull bëhet shumë shpejt për një 20 minuta sa të zi orizi, se spinaqi bëhet shumë shpejt dhe purania është fantastike. Unë për veten time i shtoj dhe pak kos se nuk ka gjë që nuk e ha me kos ose me djath. Faleminderit shumë që ndoqët videon, shifem videon tjetër. Ciao.